Kemi të ftuar në studio zotin Nisuf Kalo për të folur natyrisht për reformën e shëndetësisë, për mënyrën se si mund të kryhet kjo reformë dhe natyrisht për ndarë dhe opinionet tuaja. Unë i falenderoj shumë që pranuat ftesën tonë dhe jeni sot në studion tonë. Reforma e shëndetësisë, zoti Kalo, dhe reforma e drejtësisë në fakt janë dy reforma të cilat janë shumë të prekshme nga të gjithë ne. Janë shërbimet ndoshta më të drejtë për drejta me cilat ne hasemi në përditshmërinë tonë. Kohët e fundit është hedhur ideja e testimit të mjekëve. Ka shumë hipoteza, por mund të më thoni, ju lutem në opinionin tuaj, është rruga e duhur për të kryer reformë, apo është në emër reformë për reformë, ky testim i mjekëve? Testimi i mjekëve është një akt një çik befasues që doli së fundi në lidhje me verifikimin e aftësive të tyre profesionale. Që së vërteta kjo kanë gjallur shumë shqetësim, shumë kolegë më kanë takuar, ish student tonë, të shi kolegë, por dhe i ka qëlluar, i kam dhe mësim dhe në mjekësi edhe në infermeri, dhe të dy palët kanë shumë enigma, qoftë për motivet, qoftë për procesin, qoftë për ligjshmërinë e saj, por qoftë edhe për domethënien dhe signifikancën e kësaj mase në drejtim të përmirësimit. Natyrisht mund të jetë bërë me sa kam kuptuar, është justifikuar për të bërë një bilanc të situatës, të gjendjes në mënyrë që të bëhen planet për edukimin e tyre në vazhdim. Po të jetë kështu është them që është e kotë, sepse në profesionin e mjekut edukimi profesional dhe ngritja e vazhdueshme profesionale është një proces i pandërprer. Unë nuk mendoj që ka midis 1.300 ca mjekëve që do të testohen në njëri që thotë që me që ka marrë diplomën e fakultetit, është i ka mbyllur librat. Ky është një proces për gjithë, natyrisht dikush ka në një fushë, dikush në një tjetër, dikush i ka nevojën më të mëdha, më të vogla, por historikisht mjekët janë kualifikuar, vetë kualifikuar në bazë të saj, të këtij procesi. Nga ana tjetër, gjallë shqetësim vetë koncepti i testimit, sepse testimi në të vërtetë do të bëjë është një dyshim, është një dyshim për aftësitë e tyre. Dhe me sa është thënë, është i drejtuar ke dija, sa din. Por në profesionin e mjekut nuk ka rëndësi vetëm sa din, ka rëndësi sepse mjeku nuk vepron vetëm në bazë të njohurive të tija profesionale. Mjekësia përveç se profesion është edhe mision. Është mision në kuptimin të mbartjes së vuajtjeve të tjerëve, për kushtimin ndaj tyre kështu me radhë. Po është edhe artë. Sepse është mënyra interpretimit të një situate të caktuar, siç dhe artistët që qoftë edhe një lule nuk e vizitojnë në një mënyrë dhe nuk e përçojnë në një mënyrë. Dhe veç saj, mjekësia është edhe një instinkt social, i lidhur shumë ngushtë me metabolizmin spiritual, po themi, është ajo që Clintonin e quajnë spiritual currency, valuta shpirtërore. Pra, të vlerësosh mjekën në bazë që ju përgjigjen ose infermierët ju përgjigjen kësaj pyetje. Për mendimin tim do të thotë të cungosh indirekt tregon, domethënë që ndoshta nuk njohin tërësinë e kapacitetit mjekë. Është mosdije kjo nismë, mendoni? Nuk e di, po për shembull po bëj një metaforë, sikur të kishim Nën Terezën dhe ta testonim sot. Ajo nga ana profesionale nuk ka qenë fort, por ka qenë fort nga ana shpirtërore. Ka pas një komponent tjetër. Dhe në fundit, sa i mirë, sepse në fund vlerësimi do një metër, do një si tomatet. Dhe ky metër me sa duket po shpiket, sepse nuk është se ekziston. Nuk e di kush janë ata kolegë që marrin këtë responsabilitet, që të fantazojnë një metër të ri, sepse e vërteta është ligjore një gjë që provimi shtetëror është futur si një element e profesioneve të rregulluara në bazë të eksperiencës së Bashkimit Evropian. Dhe kjo po aplikohet tek ne.
po bëhet fjalë për mjekët e ri, që këta që sapo dalin, të cilët pasi kanë marrë diplomën, apo edhe infermierët, i nështrojnë një provimi shtetëror. Dhe kjo duhet vazhdoj, sepse është në përputhje me të. Por që të marrësh tash mjekët që kanë punuar 20 vjet, 30 vjet, dhe ti thesosh atë di as di këtë gjë, unë do të shtroj probleme tjetër, kush është definicioni të mirës. Mirës është vetëm të jesh i mirë dhe të përgjigjesh mirë, po është ato që bën të jenë të mirë. Dhe shumë nga doktorët do të masin vetëm me sa pacient kanë shpëtuar, sa diagnozat të drejta kanë vënë, sa falenderimet kanë marrë, e tjere, dhe këto nuk mund të hyjnë në testim. Dhe unë po them që ky testim ka ngjallur shqetësim, sepse në të vërtet është një gisht që u tregohet sikur i fajson ata që do të kalojnë testin. Po në të vërtet, unë nuk besoj që ata i shqetëson testi, i shqetëson aroganca, ndofta i shqetëson shpërfillje, sepse vetë procesi i kësaj nisme për mendimin tim nuk ka qenë korrekt, sepse çdo nismë bëhet, mjekët janë të organizuar në shoqat profesionale. Ne kemi shoqat e mjekëve shqiptar, po janë të organizuar në urdhra. Dhe në qoftë se këto anashkalohen, dhe befas del një institucion i cili me që ka pushtet ekzekutiv, imponon një gjë, thotë se kështu e dua unë se do bëj bilanc. Kjo më duket mua, ata nuk kanë frikë testin, kanë frikë arogancë, kanë frikë shpërfilljen, kanë pikpyetjen që u ngullet në zemër si dyshim. E dëmton mendoni një test i tillë sektorin e shëndetësisë, dëmton qoftë edhe apo i fyen, le të themi, nga ana profesionale mjekët, apo do ta marrin me sportivitet? Po ta vësh re, domethënë shqetësimi është më shumë psikologjik dhe çështje sedre, sepse duket sikur mos ecjen mirë deri tashti e ka pasur fajin se këta doktorët si kanë parë, dhe kjo më bën një çik të qerë, se më kujtohet një çik si metaforë në udhëheqësi i fundit i ish regjimit, s'po ja them emrit përpara se të bënin ndryshimet të mëdha, i vuri gjithë anëtarët e buros politike të flisnin direkt në televizion, ata që mësuar me shkrime. Dhe disa nga ta nuk u adoptuan dhe i tha, shikoni me cilit kanë punuar. Kjo është një nga manovrat e Ramiz Alis që ne e pam të tërë. E kemi parë të tërë në atë kohë. E pra, është një qikë sikur nga një anë e kemi thënë që nuk është problem individi se di, është problem sistemi, si shka dhe me të drejtë dhe Tony Blairi, që nëse ne do shkojmë ke rrënjët e problemeve, duhet të fiksojmë mirë sistemet. Dhe befas ky kthimi që të gjejmë diçka gabim ke këta, mua nuk më duket që kjo do të dëmtoj përveç nga ana psikologjike, përveç se dëmton çik marrëdhëniet, mjekët. Po të keni lexuar një libër të Erik Segalit, mjekët, u këshilloj gjithë ta lexojnë, sepse shikon botën e mjekëve, edhe Segali thotë të përkujdesesh, do të thotë vuash. Ne marrim me vete, sepse dhimbja dhe vuajtja janë kontagjioze, janë gjithse, dhe ti nuk ruhesh do të presaj. Dhe them që mjekët nga, unë nuk po them a janë përsekutor, po në një kohë sidomos mjekët e rretheve, mjekët e parësorit, të cilët deri sot ne s'kemi bërë asgjë për të ndihmuar ata që të kualifikohen. Ata nuk thirren në për konferenca e shtetit, ata nuk kanë revista, ata nuk kanë dhe terme reference, nuk kanë dhe detyrat e saktuara që të thuash që... Dhe unë them që vlerësimi i mjekëve duhet bëhet me rezultatet e tyre. Ka një pyetje, po mjekët e huaj që vinë në Shqipëri, zoti Kalo, duhet i nështrohen një testimi, sepse dëgjojmë shpesh herë që ka ardhur një mjek shumë i mirë që punon këtu atje, por këto më tepër i kemi me fjalë dhe ne nuk dim referencat. E pra vim ke definicioni kush është i mirë, me çfarë është matur mirësia. Dhe këtu nëse ne nuk kemi mjete apo metoda që të dimë ose dokumenta që të konfirmojnë këtë mirësinë e tij, por për mjekët e huaj ka kudo një proces. Bashkësia e mjekëve në çdo vend
është e organizuar. Prandaj thash që edhe kjo gjë duhet konsultuar me shoqatën, me urdhrat përkatës, por edhe me shoqërinë civile, sepse janë partner në këtë proces. Nuk është një çështje vetëm e dikasterit. Unë mendoj që them që është parë në kusht në këtë drejtim. Por mjekët e UAI duhet të nënshtrohet një procesi që duhet të paraqisin, para duhet mësojnë gjuhën e vendit. Duhet flasin shqip. Po duhet flasin shqip, sepse nuk ta ka borxh qytetari që ti paguaj vjen nevojë lekë se do të marrësh lekë në Shqipëri dhe ke ardhur. Domethënë nëse do futet në praktikën mjekësore këtu, është detyrueshme që të flasë shqip. Siç neve na kanë kërkuar kudo që kemi qenë jashtë. Që e dyta do paraqesësh dokumentacione e cilat duhet të licencohet, duhet të miratohet nga Ministeri i Shëndetësisë, nga urdhët përkatëse dhe pastaj të marrë një licencë. Në qoftë se ky proces nuk ka shkuar me licencë, po vinë thjesht mjek të cilët dofta në vendin e tyre askush nuk i njeh, ne nuk e dim se ç'kan bërë, siç na ndodhi ngjarje tragjike me një mjek italian që vinte të bënte praktike të cilët nga ana etike dhe nga ana nuk ishin të konfirmuara. Domethënë në këtë prizëm unë them që nuk duhet të ishte kaq i hapur tregu jonë, në kuptim sepse kanë dhe një gjë, nuk di sa është responsabiliteti i tyre, në kuptimin kur bëjnë keq, si është mënyra se si e ndjekin të sëmurjen, të follow-up, sepse shumë herë proceset janë. Megjithatë, shkëmbimi i mjekëve në përbot, në vende të ndryshme është një proces që ndodh kudo, por duhet kuadri regulator të jetë aftësisht. Zoti Kalo, unë e thash në fillim bisedës që shëndetësia është gjërat që ne prekim. Dhe ajo që prekim, për hir të së vërtetës, është që ne nuk kemi shërbime shumë të kualifikuara në spitalet tona. Ndoshta personeli mesëm lë shumë për të dëshiruar qoftë edhe në komunikim. Detyrohemi të blejmë vetë ilaçet në farmaci private duke nxjerrë parat nga xhepi. Është më vete pastaj problematika që dhe për ilaçet mos merr ato indianet, po merr ato francezet, se këta janë të skaduara, këto janë prak skadimit, gjëra që qarkullojnë mes nesh, po kjo është problematik më vete. Duket pra që ka një problem shumë të madh, ka korrupsion, do japësh një 2000 lekësh, do japësh një X lek, por ti përsëri nuk e di cilësinë e shërbimit. Në optikën tuaj, duke pasur një përvojë shumë të gjatë në Shqipëri, por edhe jashtë saj, cili do t'ishte regulatori që këto reforma të vi një ditë që të japin frytin e tyre në sektorin e shëndetësisë? Ju thot fjala reformë, dhe po ta përkthesh në Shqip është t'i japësh një formë të re. Në të vërtetë fjala ka të bëjë me një ndryshim rrënjësor. Ndryshim me përmbajtjen, me thelbin e saj. Si ta them, është një, unë kam shkruar në libër një metaforë që ne kishim një sistem shëndetësor, po themi që ishte se një makinë popjeda, ti e re, nuk i ka qenë sa papje ruse, popjeda, ose gaz sovjetik 69. Tash ne duam të vënë të këtë popjedën ta bëjmë Mercedes. Dhe në këtë gaz 69 ide ta bëjmë kështu Forestrat, Audi kështu më radhë. Pse? Sepse këto janë parametrat që kërkohen. Ka një gjë që duhet të kuptoni, që në rastin e sistemit shëndetësor nuk bëhen dot ndryshime rrënjësore të menjëhershme, sepse rrezikon ta lësh vendin pa kujdes. Është një pikë shumë. Domethënë, po të bëjmë analogji, ne i prishëm kooperativat bujqësore me njëherë. Ne i prishëm ca fabrika që s'ishin rentabël me njëherë. Ne ndryshuam terapia e shokut pra. Pa, terapia e shokut. Terapia e shokut nuk u aplikua në shëndetësi. Dhe unë them që u bë mirë që s'u aplikua. Sepse po të aplikosh, do ishte që ne rafshomi ato spitale që s'janë spitale, po janë hanë, apo jo, parametra jo njerëzore. Ato aparatura që janë ekurishte, si fabrikat i hodhën makineritë. Ne mbajtëm aparatet radioskopike si që ishin. Ne mbajtëm pa ata njerëz, sepse ishin punësuar dhe shumë mirë që ishte gjithë populli jonë. Kishte një përvojë. Populli jonë duhet t'i falenderoj që personeli mjekësor nuk e braktisi këtë vend. Se mund kishte shku jashtë dhe të bënte taksistin dhe merrte shumë më tepër.
para. Vazhdojmë. Kur ti nuk bën një ndryshim rrënjësor, që ta bësh uthullën, ta bësh prap verë, mbrapsht. Unë them që është një proces, që është një reform, apo një ndryshim, një përmirësim, që është në ecje e sipër, në funksionim e sipër. Dhe kjo gjë duhet kuptohet mirë, që qoftë ata që mburen që do bëjnë reformat shpejta dhe rrënjësore, qoftë njerëzit e paduruar që duhen të arrijnë rezultate. Në këtë proces rregullohet një gjë, ndërkohë shumë gjëra të tjera vazhdojnë si të vjetra. Dhe kjo bën që vështirë, do të thënë, pra, vetvetiu ky proces është i gjatë, dhe më vjen mirë që ministri një herën e fundit tha që do doj shumë kohë, do marri shumë kohë të gjatë. Dhe këtu duhet ndërgjegjësohen edhe pra këto ndryshimet nuk mund të jetë sigurisht në një magjistar apo prestigiator që nxjerrë një plumb këtu e një. Qartë, po kemi 24 vjet tranzicion. Ka qenë një periudhë mjaftueshme. Po pra ja po them një gjë që në këto 24 vjet shumë gjëra kanë ndryshuar, dhe kanë ndryshuar dhe ne kemi të njëjtin proces siç po ndodhi në shumë vende komuniste. Unë se di sa ministria kanë konsultuar një material të OBSH-s të vitit kaluar të dhjetorit 2014, që bën një pasqyrë çfarë është bërë në vendet lindore në procesin e reformës ndryshme. Dhe asnjëri s'ka bërë si tjetri, kupton, dhe është më mirë, asnjëri s'ka arritur atje ku do akoma. Pra është një proces, një rrugtim i gjatë. Po vetëm një gjë, pikërisht pse është proces i gjatë. Pavarësisht se janë ndruar shumë qeveri, pavarësisht se ka qenë, po të shikosh ministrin, një herë ka pasur PBD, një herë ka pasur Partia Demokristjane, një herë ka pasur LSI-a, kështu me radhë, pavarësisht se kanë qenë të gjithë këto kanë kontribuar në një, asnjëherë nuk është prishur ajo që ishte bërë përpara, por mbi të është rregulluar një detaj tjetër. Thash, në qoftë se dikush rregulloi gomat, tjetri po rregullon sistemin e sinjalistikës, tjetri sistemin e porisë, tjetri me motorin e sedilit e kështu me radhë, ngjyrët e kështu me radhë. Pra ka pasur një vazhdimsi dhe kjo ka qenë ana më pozitive. Ajo që ndodhi së fundi, ç'është e vërteta për mua personalisht, po jap opinionin personale, ishte e nxituar, sepse nuk ndryshohet sistemi. Ndryshohen komponentet e sistemit. Sistemi përmirësohet në çdo element që ka. Zëvendësohen me mekanizma të reja. Por nuk mund ta flakësh këtë dhe të thuash që do ndërtoj një gjë nga e para. Dhe në qoftë se ne do bëjmë reformë, unë them që reforma në radhë parë është konceptuale. Fillon në kokë. Reforma ka filluar në Shqipëri, diku e kuptova unë. Unë e kuptova nga reagimi i asaj doktoreshës Anika. Doktoresha Anika është reforma, është mendësi e re, e cila merr guximin dhe thot diçka që ajo shikon se nuk pajtohet me diçka që është e papajtueshme. Dhe nuk po ja përmend emrin atij se shumë herë i thon e bie filanit. Jo, ajo vetë, është disa hapa para teatrit, unë kam marrë nga gene i ndershmërisë së teatrit edhe përkushtueshmërisë së tij, po është një hap përpara, siç ka qenë një hap përpara Ngjela me prindrit e tij apo Lubonja me prindrit e tij. E kupton, nuk ka të bëjë kjo. Ka të bëjë që ajo thot kur fillon përmirësimi fillon kur diçka ti e shikon që shkon dhe ti reagon që të ndërë. Dhe unë, po të kisha fuqi, do të kisha bërë zëvendës ministrit. Dhe thosha, hajde vajza bëjmë bashkë. Faleminderit që më thua këtë gjë. Sepse, faleminderit që më thua të vërtetën. Sepse ajo s'mund të ketë asnjë qëllim të keq. As karrierist, as ka backgroundin e saj që të shpif një gjë që s'është. Sepse s'ka motiv. Ato që zonja Anika thot, janë gjëra që i shohin të gjithë pacientët që mos paçin hall. Ne themi në Shqip mos paç hall të hysh në spitalet tona ose kush ka lehtë të shkojë jashtë. Me që tha jo, është thesar, do të thotë këtu fillon reforma. Reforma fillon ke mundësia që neve të jemi receptiv dhe të shikojmë që ndryshimi nuk vjen nga lart.
kushdo që t'jetë genial t'jetë ai që drejton, vjen nga poshtë, vjen nga profesionistët, vjen nga popullata, vjen nga sinjalet që t'i japin, të cilët duhen parë me pronësi dhe me falenderim. Sepse unë kam bërë shumë shkrime, për asnjë s'kam pasur tendencë negative personale. Jo, sinjalizoj këtë si që shoh unë. Unë duhet të ndalim tek një ideja juaj, për kohën televizive jemi pak duhet të flasim pak me pika plani. Është në mapën e kësaj fundjave keni një shkrim të pathënat e një iniciative të trumbentuar shëndetësore. Për ta bërë me dije, shikuesin unë do të nisë vetëm fillimin, është fjala për check-upin apo kontrollin periodik shëndetësor të iniciuar nga Ministria e Shëndetësisë për grup moshën nga 40 deri në 65 vjeç. Ajo po trumbentohet intensivisht në shtypin dhe median ton, e simbolizuar me një zemër ngjyrosur gjysmë e kuqe, zemra shoqërohet me foto ilustruese etj. etj. Jeni skeptik, profesor, për check-upin apo për këtë kontroll? Pse? Nuk është se është njësoj si testimi që të thamë të ashti. Nuk është, s'ka me gjithë se bëhet përveç se do prodhoj më shumë adrenalin. Do të prodhoj mobilizim dhe motivim dhe kohezion. Do krijojnë qik ndarje më shumë, pa kënaqësi më shumë. Dhe kjo nuk na duhet sot. Dhe them që këto energji mund të përdoren për qëllimet të tjera, se kemi shumë nevojë, pse të investojmë në një gjë të tillë. Dhe check-upi, për mendimin tim, është, unë e kam thënë me metaforën e urës. Është një problem që ne kemi një sistem shëndetësor sot që check-upi çfarë check-upi? Check-upi është të kontrollojnë. Po, një herë në vit ose dy herë në vit. Check-upi është fotografim. Nuk është as pakson së ndushmërinë, as e parandalon së ndushmërinë. Fotografon këtë gjë, fotografon dhe rreziqet, edhe nxjerrë diagnozat potenciale. Dhe vetë ju pas check-upit, do kemi një numër të sëmurësh të cilët sot nuk e dinin që ishin sëmurë. Qartë. Dhe ideja është që këta sëmurë duke i kapur në tofta e herët, parandalojmë njësër... Po ti mjekojmë, nuk do rëndohen dhe nuk do vdesin para kohë. Pra në fundit vlerë check-upit është vdekshmërin, invaliditetin e tjera. Pra, unë e kam thënë si ide është jo është se, është sikur një dhurat që bjen nga qielli. Po ja që shkencërisht është provuar që këto pritshmëri, dhe u të paktën i kam thënë me emra dhe me artikuj, nuk është se i kam shpikur unë, nuk është se kam tje, unë vetë s'kam bërë në një studim të tillë. Po unë nisem, u kam punuar në OBSH dhe ne kishim OBSH-ja, Organizata Botërore e Shëndetësisë, është për botën është në Gjenevë, për Evropën është në Kopenhagen. Dhe në qasjen me diabetin ne kishim edhe brenda një organizate dy qasjet ndryshme. Në Gjenevë shikonin bënin depistimet, thoshin sa shumë diabet ka në botë dhe sa mund të ketë pas kaq vjetëve, sa i madh është tigri. Ne thoshim, hajde t'i bim tigrit, se po na hatës, që s'ka rëndësisë, t'i bëjmë fotografi. Ky po na hajde të veprojmë. Dhe këtu është ideja që kush është parësore. Këtu është ideja që ne kemi një shumë të, si në shtëpi, një koqeret, ka një shumë caktuar parash në dispozicion. Që do t'i bëjmë këto? Nga marrim më shumë shëndet, nga prodhohet më shumë shëndet, nga kjo apo nga kjo. Pra, duke analizuar këtë shumë vete të thonë që për çmërit që priten nga check-upi. Do kemi disa njerëz me diagnoz që se dinin, do thonë faleminderit, disa do na mallkojnë, do thotë çpatët që na thatë se ashtu. Por është mjekësia tonë në gjendje që këta që do t'i zbulojmë, do t'a ndikojmë, sepse në të vërtet check-upi nuk është inovacion. Check-upi kushdo mund ta bënte. S'ka qenë ndaluar. Po pse s'është bërë? Këtu të kërmojmë, pse s'është bërë? Faktorët pse s'është bërë që kanë penguar janë evident edhe sot. Dhe në vend të merremi me këta faktorë, që ndihmojnë vetë individin, ne u bëjmë dhuratë se ç'keni, hajde në ju se tash unë jam prindi juaj shëndetësor. Po cilët janë këta faktorët, shkurtimisht? Faktori është kultura shëndetësore e ulët e njerëzve. Njerëzit nuk vlerësojnë simptomat, nuk vlerësojnë, kanë paragjykime, e fshejnë. Edhe kur u zbulon sëmundjen, ato kanë turp të thonë sëmundjen, ose mos e marrin vesh fshinje, mos e marrin komshi, kështu pra s'është kultura shëndetësore.
E dyta, më problem për mua është, ja u zbuluan këta njerëz. A është ndihma mjekësore e tillë që na garanton që neve do t'i parandalojmë komplikacionet? Është një studim në Shkodër, unë se kam futur në artikull. 27 qendra parësore të Shkodrës, të cilën ndjekin mjekimin e midis të tjerëve matet performanca e tyre, si mjekojnë njerëzit me diabete dhe njerëzit me tension. Sa për tyre kanë arritur atë objektivin në tyre. Nga 27, vetëm 2. Kanë dhe rezultat. Po, 25 nuk e ka farë. Po të shikosh kush është performanca e laboratoreve. është një studim tjetër në Sarandë. Vetëm 4%. Qartë. Atëre kemi të bëjmë këtu që vetëm do... Dhe unë metaforën me kam thënë, jemi në një urë e cila, po kërcet, se i mungojnë ca drasa, janë drushkur ca tela, edhe janë një 100 veta atje në atë urë. Të shi që duhet bërë? Kush është për parësore? Ta regulojmë urën që ta bëjmë të fort? Apo të bëjmë dhe 100 të tjera në këtë urë të kalbur? Pra unë them që këtu prioritet nuk është e kapi, po janë faktorët, sepse hajde të luftojmë faktorët që krijojnë sëmundjet, thonë shkencëtarët. Sëmundjet e krijojnë varfëria, sëmundjet e krijojnë padrejtësia, sëmundjet e krijojnë padituria, sëmundjet e krijojnë marginalizimi, kequshqyrja. Janë disa faktorë, pra ne duhet të luftojmë sëmundjet në rënjë nga nisin, dhe jo të fotografojmë se që ka ndodhur, se ky fotografim pasaj qonë vetë që në qoftë se ne dyfishon, për shembull, u rrit 20% numrit smurve me diabet në sajt të depistimit, kostua për të mjekuar u dyfishua. Kur neve tash do kemi 2 fish më shumë të smur, kur ne sot ankojmë që s'kemi ilaçe, që do ndodh nesër? Pse e gulmojmë që këto parat patjetër të hidhen të kjo gjë? Kjo është pyetja që shtroj unë, është çështje prioriteti, nuk është se po bëhet në një gabim as politik, as ideologjik, as... Është ideja juaj dhe ne mund të flasim pa fund se shëndetësia dhe ne ka kaq shumë për të thënë, sa që s'dalin, jo një edicion i plot lajmesh, po dhe 3 orët e mia informative, po t'i lëm, jam e bindur që s'dalin. Megjithatë, koha televizive tashmë dikton, unë ju falenderoj shumë për pranimin tuaj në studio dhe për gjitha opinionet që ndat me shikuesin e ABC Newsit. Ishim me profesor doktor Yusuf Kalo.